Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si mi kriju disa forma të thjeshta duke përdorur veglën Weld. Shikoni. Po marr këtë katroren edhe po bëj një formë prapërsisht kështu. Pastaj klikoj CTRL-C edhe CTRL-V. Bëhet kopje edhe paste pozicionin e njëjtë. Shikoni. Tani janë dy, është bu copy paste pozicionin e njëjtë. U ktheva mbrapa CTRL-C. Kështu që kur ta selektoj këtë edhe një herë, unë shfaqet kjo. Po nëse filloj me rrotullu kështu, kjo rrotullohet. Kthena mbrapa. Por nëse klikoj CTRL-n, shikoje, kjo rrotullohet me K15 shkallë edhe vjen këtu bëhet kjo forma. Kështu që i selektoj këto dyja edhe klikoj që kjo është opsioni Weld. Tik edhe kjo bëhet një. A nëse klikoj vjen të ngjyrën, shikoj tani kjo është një formë. Opsioni tjetër është pa marrë rrethen edhe po krijoj një formë elipse kështu. Pastaj CTRL-C, CTRL-V, do të thonë copy paste. Edhe po klikoj te kjo forma, po klikoj këtu, edhe me CTRL po filloj po rrotulloj kështu. Shikoni, i selektoj. Tani për momentin këtu janë dy forma të ndryshme, edhe nëse janë rreth ngjyrën, shoh e vremi që rrekosh vija e kësajna. Kështu që i selektoj këto dyja edhe bëj Weld. Shikoni, tani është një formë, janë ngjitur ato. Tani pa marr një rreth. Pa bëj kështu prapërsisht. Pastaj pa marr një trekëndsh, domethënë me katrorin pa marr kështu. I selektoj këtu, prap Weld, edhe janë të bëj ngjyrën. Shikoni si bëhen kombinimet. Po i marr disa rasta, një dy raste të thjeshta, besoj që është i qartë, por i bëjmë edhe disa ushtrime të thjeshta. Shikoni. Kët. Pastaj CTRL-C, CTRL-V, edhe po klikoj edhe me CTRL po e rrotulloj kështu. I selektoj, e bëj Weld, pastaj klikoj te ngjyra edhe shikoni formën. Më thonë, format më komplekse krijohen duke u bashkuar, duke përdorur elemente, katrorin, rrethen, modifikime të thjeshta edhe arritet deri te një formë. Që edhe një rast tjetër me CTRL pa rrotulloj. I selektoj edhe po e bëj prap këtu edhe po klikoj te ngjyra. Shikoni disa forma të thjeshta, por duke i kombinuar kena arrit këtë rezultat.